شهر كريم قد أطل صباحه إن الجهاد مجاميع الإيمان شهر كريم قد أطل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi të konë Allahu subhanahu wa taala, mëshira Allah të qobe pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Pas asaj që duhet me pas kujdes, mos me u shoqërue me njerëzit të cilët janë të këqij, kurse ata të cilët janë të këqij njihen nëpërmjet argumenteve. Nuk është i keq ai që mendojmë ne që është i keq, as nuk është i mirë ai që na mendojmë që është i mirë, po i keq edhe i mirë janë ata për cilët Allahu subhanahu wa taala ka treguar se kush i ka këto vepra është i mirë, kush i ka këto tjerat është i keq. Ata pastaj ndahen në ata të cilët nuk janë besimtar dhe ata të cilët janë musliman por që devijimet e tyre janë të dukshme dhe me gjithë secilin prej tyre duhet më u largue, mos më shoqëru me ta. Normal se shoqërimi me të parë është më i vështirë për shkak se me ata mundesh me humb fen krejt. Kurse me të dytit, nëse janë mrena kornizave të islamit, e humb pasimin të qenurit në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja tjetër që duhet me pas parasysh është mos me i ndëgjue njerëzit të cilët zakonisht i sulmojnë çështjet e islamit, simbolet e islamit ose pikat e islamit të cilat janë me rëndësi. Sikur që i sulmojnë dietarët ose i sulmojnë muslimanët në përgjithësi ose i sulmojnë veprimet e disa prej muslimanëve në veçanti. Pra duhet me pas kujdes, jo mos me u shoqëru me ta, jo mos me u ul me ta, jo mos me i dasht ata, por as mos me i ndëgjue kur flasin, as mos me i lexue ato që ata shkruajnë, as mos me pas as një qasje të thonjet të tyre. Kush janë ata? Ata të cilët me veprimet e tyre, nëse shihet në përfundim, janë të sulmu islamin, por direkt nuk e sulmojnë. Për shkakun se me sulmu islamin direkt, shumica e muslimanëve, përveç dikush që është naiv, nuk e pranon. Kur sulmuan për shembull dietarët e islamit, atëre sulmin ky e paraqet tek njerëzit, ose këta sulmin e drejtojnë tek njerëzit. Edhe me i pyet ata thonë, na jena për të mirën e islamit, të mbrojt islamin. Pikun ai të mbrojt islamin pi ulemave. I sulmojnë njerëzit të cilët veprojnë vepra të veçanta për islamin. Për shembull, mujahidin fi sabilillah, ata i sulmojnë. Çfarë do me bë? Du me mbrojt islamin pi tyne. O dhe çfarë tragjedi është në fund me kjo logjik. A di pikun ai të mbrojtje islamin, me mbrojt islamin se për devijon ulemat. Ulemat qafira edhe jam të prish islamin. Për mbrojmë islamin për mujahidave, se këta janë të e prish. Ky të erujt. Wala hawla wala quwwata illa billah, njerëzit me naivitet të nivelit nalt, shkojnë masalena si mizat mas. Çish bëhet kjo kështu? Mas shumëti që e mbrojnë fen janë këta dy kategori. Dhe kush e mbron tjetër? Ai që rrina? Ai që është gjahila? Ai që se mbron as vetën e veta? Ai që s'ka dhënë për fe asnjë kontribut kur gjë heqa? Edhe
mos me ul, mos me u shoqëru, mos me ngush ka folin hiç, mos me lexuar nëse ka për tyre që shkruajnë, asnjë gjë hiç. Për shkak se këta në përfundim janë në shërbim të iblisit. Deri aty mund më konë në shërbim të shërbimeve të ndryshme, për shkak se Islami ka më shumë se sa një armik, edhe ka më shumë se sa një kundërshtar. Kushdo që çon ujë tek molliri i tyre, ajo është prej tyre. Kushdo që i sulmon simbolet, pikat, kyçet të Islamit. Ne përmenem në dersën e kaluar ose një më herët, ata kur e kanë sulmuar Abu Hurajrën, me atë kanë dashur me sulmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur e kanë sulmuar Aishën, e kanë akuzuar, me atë kanë dashur me sulmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Khawarij kur ngjua kundra Aliut, nuk e kanë pas qëllim Aliun radhiyallahu anhu. A kanë pas qëllim organizimin e muslimanëve. Ata tjerë që vinë vazhdimisht, që kanë qenë rrugën e sahabëve, vazhdimisht në sulmu ata. Çka u konë interesant me kundërshtue Abdullah ibn Zubairin, në të ku, për çka? Kuna i ka penguaj? Cila u konë e keqja e meta atina, për shembull. Nuk u konë tjetër, funi del veç për shkak se ai e ka mojt fejnë në bazë të asaj që ishin Ebu Bekri, Umar ibn Khattabi, Uthman ibn Affani, Aliu radhiyallahu anhu. Akuza për njerëzit e mirë të fesë, pastaj kthehet në përngjasimin me ata të cilët kanë qenë para neve. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. Ja u ditë për krishterë ka thonë këta s'janë hiç sen, gjë as kanë fe, as kur gjë, as kanë argumente, as kur gjë. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Njëjtën gjë kanë këta jahudit për krishterët, ka thonë s'ka kur gjë. Të krishterët s'kan as fe, as argumente, as kur gjë. Janë gjujt me njëri tjetrin. Ky ja ka mohuar këtin afen, ky ja ka mohuar këtin afen. Ky ja ka mohuar këtin argumentet, ata kanë mohuar këtin argumentet. Kurse në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith në saktë ka thonë se tattabi'una millata man kana qablakum shibran bi shibr. Keni me përcjell, keni me pasue popull që kanë qenë para neve pllom. Çka kanë bëu ata, çashtu keni me bëu ju. Ata janë gjuhën e mërvetit, ju jeni kështu, s'keni këto. Këta janë gjuhën e mërvetit, ju jeni këto. Kret ata të cilët nuk qëndrojnë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të gjitha ose 90% të aktivitetit të tyre e kanë kundër dikujt për muslimanëve. Për mos më thonë 100%, për shkak se disa e kanë 100%. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta ka thonë jetrukun Ahlul Awthan, mushrikët janë e pabesimtar të rahat për tynve, kur fjalë kundër tynve nuk thojnë, as vepër, as dorë, as kush është të vizin hiç, po yaqtuluna Ahlul Iman, a kurtizon muslimant i mysin. Përngjasimi me ata të cilët kanë qenë para neve, qoftë ata që i kanë sulmuar dietarët e vet, edhe mbrojtësit e fesë vet, qoftë ata që janë sulmuar mes vete. Kush i jep drejtën një njerit të thjesht me sulmua njerëzit të cilët janë shumë më lart se sa ata? Me cilin argument në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dikush, edhe pse secili di vlerat e veta, s'ka nevojë me kallëzuar kërkona që ti si e hiç kur gjë. Ai vetë do të më ditë. Edhe e din, për shkak se Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Balil insanu ala nafsihi basira." Njeriu vetën e vet e din shumë mirë njef, shumë mirë e din. Kush të jep drejt ti pa asnjë vlerë, ose kushdo që është, me sulmua Shekull Islamin për shembull. Ai ka gabuar. Kush ti e kallzon që ka gabuar ja? Me ja bë atij një analizë, andaj del që
nështë s'bën me fol hiq, as me li buk s'bën me thonë, ti hiq, e vish me bo me gishtës, ku të folsh ti gjënajin. Këtë djetari ashtu, ajt djetari kështu, këtë djetari ashtu, ajt djetari kështu. Pse si morin këta librat e ulemove? Kush prej ulemove të sunetit ka fol për ulemat qështu? Edhe nëse ka pas gabime, se kanë pas ulemat gabime gjithmonë, se ata janë njerëz. Prej metodës që ka përdorur Shekull Islam Ibn Taymija, Allah subhanahu wa taala e pas mëshirue, në kundërshtimin e sharive dhe të tjerëve, gjithmonë kur ka shkruar në libër, as nuk javë ka përmen emrat, as nuk javë ka përmen argumentet në çështjet e tyre të devijuara. Veç ka thonë, disa thonë për këtë çështje se nuk është as një argument se përmen as një emër, për shkak e vërteta thotë kështu, edhe i përmen vetëm argumentet e cilat kanë ardhur te Ehlusunnetit e libri Allah dhe sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imam Buhariu për shembull, në punën e tij, në saksimin e haditheve, në tubimin e haditheve, kur ka gjetë në zinxhir të haditheve në njëri që ka qenë rrendz, ose në njëri që u kon me defekt, kur nuk e ka përmend defektin. Veç ka thonë, aty është njëri që nuk është i besueshëm. Çka ka ai? Kur s'ka kallëzu që është rrendz? Ka thonë konflikt se më shkruhet gibet në ashta. Ajo kallëzova që s'është i besueshëm, po, çka po doni më shumë? Ja, ka pas vjedha i me një vend, kur shumën që ka vjedhin kontat me hije, nuk e ka bo këto. Rruga e dietarëve të sunetit nuk është të nkuën të isha të tjerët, por të i sjell argumentet të cilat janë në librin e Allah dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke marrë vijën e sahabëve. Edhe pse pastaj dietarët e din kur duhet me fol kundër dikujt, kur nuk duhet. Nuk është paqare më shumë me fol kundër dietarëve, edhe nëse kanë gabu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, idha ijtahada al-hakimu fa asab, kur e jep munin ai i cili është meritor në islam për me dhon fetva dhe e qillon, felehu ajran ithnan, i ka 2 shpërblime të Allahu subhanahu wa taala. Wa idha ijtahada fa akhta, kur e jep munin edhe gabon, felehu ajrun wahid, ai ka 1 shpërblim. Kur përpjeket dietari, kur përpjeket kadhia në shariatin islam, e jep munin maksimum, ky diturin e ka, se mos me pas diturin, s'ta kish bëha kadhi kërkush. Edhe çështja ka dal, munin e jep. Në atë që e shohin muslimanët, është njëri sinqert. O munu, edhe e ka qillu, i ka 2 shpërblime. 1 shpërblim për shkak se e ka dhënë kontributin, 1 shpërblim për shkak se e ka qillu ato që është e sakt. Nëse e ka dhënë munin dhe nuk ka mujt me gjetë saktën, se edhe dietarët mund mos me gjetë saktën, ai e ka 1 shpërblim. E ku ka dënimin kë? Ky dënimin e ka vetëm në gojat e njerëzve me zemra të smura. Veç këta dënojnë. Allahu jo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka thonë që këta kanë me marrë dënim. Veç njerëzit me zemra të smura kanë qef me quhet dietar të xhenem. Edhe pse ato suniqohen se nuk bën gjë, ama fliqja e gjuhëve të tyre me njerëzit të cilët janë safi i parë i fesë e Allah subhanahu wa taala, është e keqe për ta në fillim, por më u shoqëru me ta nuk bën, se pastaj nis njeriu me u rrit më shumë dietar se sa qafirat. E kjo është tragjedi. Më shumë me bon zarar kundra dietarëve, kundra atyre që e mbrojnë fenë e Allahut subhanahu wa taala me çka ka, se sa me ata që as nuk kanë fe, jo që s'kan,
po sulmojnë e pengojnë fenë e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në hadith në cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se keni me shkue hapave të atyre të cilët i nkon para neve shibërën mbi shibër, plom plom, sa që nëse ata hynë në birat zhapinit, këta e gjëmë mas zhapinave, po lërë të shkën zhapinit, i shka përshkon mas tina. Ku të bojnë hygjëm ata, se këta nuk e këshyrin, që ka thot libri Allah, që ka thot suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këta këshyrin që ka thot zhapini aqe, tana këta mas zhapinit për mas. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në konë ndryshe. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i thonin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai ka qenë gjallë atëre. Tash pejgamberi sallallahu nuk ka me neve. Po me neve është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është hadithi i saktë. Sahabët i thonin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hec ti përpara neve. Nëse ty ta merr menja me hes në përdeti, na kena me hin në përdeti. Kjo është pasuesi i saktë i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse ata që e përqajnë fen, i thonë këtynve, që nëse njerëzit që kanë qenë para neve, që i pasojnë këta, ata me hije detit me amësy, ta të shynë edhe këta si pas atynve. Ta që ta nuk e kanë imam Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, por i kanë imam ata të cilët i përcjellin. Çështja e kësaj, ose zgjidhja e këtij problemi, nuk është zgjidhje e thjeshtë. Me gjetë rrugën e drejtë në mes këtyre problemeve, nuk është çështje e thjeshtë. Por e udhëzon Allahu subhanahu wa taala në rrugën e drejtë atë i cili i merr masat në vazhdim. Në një jetë i sinqert. Kur me fen tonë mos dëshira që me të njoft ty dikush për shkak që të aktiviteteve që i bën ti. Se kjo është ka shumë zarar. Njeri me dash nëpërmjet fjalëve që i thot, ose nëpërmjet librave që i shkruan, ose nëpërmjet punës, aktivitetit fetar që e bën e kundërshton një, se tash me kundërshtuar një dietar të madh, nuk është që nuk lakohet emri jot. Me bot të këfir dikon për të majve, nuk është që nuk bëhet pak si interesant. Me akuzu ata që e mbrojnë fen, nuk është që tash pika e parë me hjek. Çka do të bëjmë për fen e Allahut subhanahu wa taala? Më konë vetëm njeti i sinqert veç për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kush e ka njet me mbrojt Sahihun e Imam Buhariut, mos ta mbrojmë tu asha Ibn Hajerin. Po që bënë djetarë edhe saksetan, e këshire Ibn Hajeri ka bo qëto për shkak se që kja nuk u konë qështo. Nëse dënë me mbrojt sa ju në Imam Muslimit e mi avspiku muslimarve, shko studioje sa ju në Imam Muslimit. Edhe defektet që sënë ka përmirësue Imam Neveviu, shko përmirësoj ti. Kjo bëhet veç për hir të Allahu subhanahu wa taala. Pastaj kur e qet diturin, kur e qet punën, angazhimin, njerëzit e shohin se kërkush për muslimanëve nuk është i interesuar me shkuar mas Imam Neveviut, mas Ibn Hajerit, mas atij tjetrit ku ka gabuar. Kërkush hiç. Se secili dëshiron me qenë sa më afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po a gabojnë njerëzit? Gabojnë, a gabojnë dietarët? Gabojnë. Çka do të më bëj kur gabojnë ata? Me çu me kap të palën e misha. Jo, do të më shku me ndresh gabimin. Është dikush të ndërtuar në shtëpi ka bënë gabim. Çka më bën me shokët majstorin? Mjeshtër, po shko të ndreqe ty se ja urzohet, rjetë këto mos me përmen hiq, këta nuk ka problemi. Ty ato të interesue, mos me ra shpia, a është të interesue me akuzue mjeshtin që ka ndrej shpijen. A të interesue me gjithë saksin muslimanët, a të interesue me bo alo ma lugë se sa që është bo. Dhe shqyrësja parë për më mbrojt, ose mos me ra në këtë nivel, vetë për vetin e mos më bo i tilë, është në me konë njeti sinqert për të gjitha aktivitetet tona fetare. Nuk duhet me dëshiru kur gjatë tjetër veç fjallës kënaqësisë e Allahut subhanahu wa taala.
atë ta qelmi një debat. Çka qel debati? Çështja e dytë, me pas mrena respektin për ata të cilët janë më të mëdhej se na edhe kanë qenë para neve. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka ardhur dikush prej sahabëve që ka qenë në betejën e Bedrit, s'kan fol, sahabët u kon të tjerë. Jo, ka thonë janë ta. Këta janë se, ku i në kanë ju kur ke pejgamberit sa në Bedr? Ku i në kanë ju kur ke pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Uhud? E bon gjak mushrik. Për mos me thonë se bakia i në kanë. Te ona mushrikve tu e gjujt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atë mos e dy dite, hinë në Islam edhe quhet Ebu Bekri është i keq, Omeri është i keq. Uthmani është ashtu, Ali është kështu. Kush ti me sahabët duke qenë sahabët të nderuar, kur ka qenë në prezencën se sahabët të gjithë nuk ka qenë dietar. Sahabët të gjithë nuk kanë qenë dietar. Ata të cilët kanë qenë dietar janë ditë. Kur ka qenë Abdullah ibn Abbasi prezent, sahabët të tjerë s'kan fol. Kur ka qenë pjesëtar të Bedrit prezent, sahabët të tjerë s'kan fol. Kur ka qenë Ibn Umar, kur ka qenë Aisha që kanë pas dituri, kur ka qenë Ebu Hurajra, kur kanë qenë sahabët të tjerë, Muadh ibn Jabali, ata të cilët janë ditë mesën e sahabëve që kanë dituri, të tjerë s'kan fol, duke qenë sahabë. Edhe kur kanë qenë pjesëtar të Bedrit, pjesëtarët e Uhudit nuk kanë fol para pjesëtarëve të Bedrit. Për shkak se ka disa prej sahabëve të cilët nuk kanë marrë pjesë në Uhud, por kanë marrë pjesë në nuk kanë marrë pjesë në Bedr, por kanë marrë pjesë në Uhud. Vlera, ata e kanë ditë vlerën e atij që u kon përpara, ka kontribuar më përpara se ti për Islamin. Ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala më përpara se ti. Kuan kur ti i ke bën bakia shirke kufër Allahut, ata e kanë të punu. Pse çka të ka zhrog zori hijëm me fol kundër atyre? Pse shkyr me mujt me zaventu që ato vjetë që si ke pas hiç as në fe as kërkotisht. Pse shkyr me plotësue me ibadet, me namaz? Në jetën e sinqert, me ditë vlerën e atyre të cilët kanë qenë në Islam para neve. Vlerën e atyre të cilët kanë qenë në Islam para neve, se ata kanë dhënë kontribut. Dhe Islami deri çto nuk e kemi pru na. Po ka pruar dikush që ka kontribuar para neve. Ne me mujt pe qëtuet që kanë lonë ata, me qua dhe pak derisa të kemi jetë na. Ta na vinë disa tjerë e vazhdojnë, ta na vinë disa tjerë e vazhdojnë, ta na vinë disa tjerë e vazhdojnë. Çështja është me quf fjallën e Allahut për para, fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ti kik dy elementet, atëre e kupton se me këta njerëz nuk bën menet. Nuk bën për shkak se komplet muhabeti, sa të rish me ta, kret muhabeti, kret biseda, kret aktiviteti, bëhet të fol kundrejt muslimanëve. Edhe bëhet të fol zarar. Kërkush nuk thot, a ka dikush që si di shkronjat, t'ja mësojmë shkronjat? A ka dikush që do me mësua Kur'an, t'ja mësojmë Kur'anin? A ka dikush që s'din hadithet, t'ja mësojmë hadithet? A ka dikush që nuk din tefsir, t'ja mësojmë tefsirin, t'ja mësojmë fikut, kur gjë hiç, asnjë. A feja nuk shkon përpara pa i ditë çtu? Tani ky edhe për vete se di se kemi pasit për vete mas pari, vallahi s'kish fol kështu për njerëzit e fesë kur. Por i ka mashtruar shejtani, istahwadha alehim ash-shaytanu fa ansahum dhikra Allah. I ka mashtruar ata shejtani dhe kanë harruar se cila është parsorja. Tash kur kanë harruar cila është parsorja, mirën me ato të cilat jo që janë parsorje, po janë zarari e metit. Ka një ajet tjetër, Allah subhanahu wa taala u ka tërheq vërejtjen muslimanëve, se gjithë secili besimtar do të më konë vet i aft, vet do të më konë i meqëm me njoft njerëzit, se njerëzit njifen. Allah subhanahu wa taala thot në ajet për ata të cilët janë munafikin, me pasdasht Allah subhanahu wa taala ja ka shkruar në ballë që kjo është munafik, që kjo është munafik, që është munafik. Por Allah subhanahu wa taala se ka bë këto. O la ta'rifunnahum fi lahni al-qawl. Sot Allah subhanahu wa taala po ju duhet mi ditë ata kur t'ja nisin me fol ata, ju vetë do të me kuptuat. Ai të po shka të thon. Ai të po ku është
i drejtum aktiviteti i tij, a jetoj pa ku jam të drejtuar sulmet e tij, a jetoj pa kundra kuna është të ful, a jetoj pa çka puna çetaj neve përpara, veç na lungoje. E kupton njerin që është munafik, e kupton njerin që është i devijuar për rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çështja e dytë, merë ktheje. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a folin çështu për ata tjerë? Gjenerata e dytë, a folin çështu për gjeneratën e parë? Gjenerata e tretë, a kanë folur çështu për gjeneratën e dytë? Ulemat pastaj edhe te gjenerata 4, 5, 6, 7, ulema i umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka pas gjithmonë. A kanë folur çështu, çish folin këta? Kur s'ka ekzistuar kjo hiç, s'ka ekzistuar. Atëherë do të më ditë që rrugja e fesë është mos me i ndëgju, mos me lexu, mos me pas kur se e mbron njeriu veten e mbron kur largohet, kur s'ka kontakt me të keqës. Mes teje edhe ati një muri. Zarari i tij vjen veç deri te muri, për te murit nuk shkon. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mëson me shpërnda atë që Allah subhanahu wa taala është i kënaqur, e mos me fol atë me të cilën Allah subhanahu wa taala nuk është i kënaqur. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.